Përshëndetje shenja e binjakëve. Kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë perandoresha, heremiti, mesazh dhe pushime romantike me partnerin ose partneren. Atëherë, ju lutem keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Perandoresha mund t'ju përfaqësoj ju si një figurë e vlerësuar, e bukur, tërheqëse, e respektuar dhe ndoshta ju shiheni si një figurë që ka ofruar ngrohtësi, kujdes ose prani ushqyese. Heremiti tregon se ky person është aktualisht në distancë, fizike ose emocionale. Ai ose ajo po kalon një periudhë vetmie apo reflektimi të thellë, ku mendimet për ju janë pjesë e këtij udhëtimi të brendshëm. Karta mesazh tregon që ju ka në mendje për t'ju kontaktuar, ose ka një dëshirë të pathënë për të komunikuar me ju. Ka shumë mundësi që të vijë një mesazh apo një sinjal nga ky person, nëse nuk ka ardhur ende. Në të kundërt do të thotë që nuk ka kurajo, pra e shkruan mesazhin në telefonin e vet, e sheh, e lexon dhe më pas e fshin. Karta pushime romantike sugjeron që ky person kujton një kohë të veçantë që keni kaluar bashkë, ose fantazon për një takim intim për të cilin nuk do të futem në detaje. Mund të jetë dikush që ndjen mungesën e afërsisë, relaksit ose një kohë të mirë që ka ndarë me ju. Pra, ky është një person që ju ka parë në mënyrë të veçantë, aktualisht është në introspeksion dhe mendon për ju në mënyrë të qetë, por të vazhdueshme. Dhe duket se është dikush që nuk e ka harruar ndjesinë që ka pasur kur ishte pranë jush dhe ka mundësi reale që të dëshirojë kontakt apo rikthim komunikimi. Mendimi i tij ose i saj për ju është i ngrohtë dhe i mbushur me kujtime të veçanta. Paçim!